Në Shënaum të Maqedonisë, natyra është treguar e pakursyer. Gjëja me bukur janë disa xhepa apo oaze të liçenit që zgjaten në brendësi të pyllit dhe syri nuk ka të ngopur nga e gjelbërta e thellë e pafund dhe tufat e peshqve që lodrojnë ujin e kthjellët. Para se të ngjitesh në kodrën ku është kisha, ndesh në një vepër të veçantë artistike. Trungun e një peme shekullore, një dorë mjeshtri e ka kthyer në një për mendore të Shënaumit. Sikundër gjithë manastirët ortodoks, ashtu edhe ky manastir është i rrethuar me mure të lartë dhe të fortë. Pasi kalon nga porta e madhe, hyn në obor ku ndodhet një shatërvan dhe ku është ngritur në një mënyrë të bukur dhe plot madhështi kisha e manastirit. Duke u bazuar në arkitekturën e kësaj kishe, në materialin që është përdorur për ndërtimin, si dhe në disa freske, mendohet se kjo faltore është ngritur pas shekullit të 10, duke paraqitur stilin e bukur bizantin, por me ndikim serb, bullgar, rumun, ngadonjëherë edhe rus. Në pjesën jugore të kishës ndodhet vari i Shënaumit. Përgjithsisht mbi këtë var, pelegrinët bëjnë lutje dhe japin dhurata të çmuara. Kisha ndonse e vogël me labirinthet, erën e qirinjve, muzikën kishtare që transmetohet, pikturat karakteristike ndonse të parestauruara, të tërheq në mistiken e saj. E vendosur maj një kodre buz liçenit, si një balkon, kisha rrethohet nga hotele dhe restorante tërheqës të stilit të vjetër. Si për të shtuar magjinë e ambientit, disa pallonjë me ngjyrat e ylberit vinë rrotull midis vizitorëve. E kush largohet nga Shënaumi, nuk mund të mos marrë me vete ndjesinë e përzishme midis kënaqësisë dhe dhimbjes. Ky vend dikur ka qenë yni, para se mbreti Zog ja jepte bashkë me kullotat e Vermoshit si bakshish Jugosllavisë. Ndodhemi në qytetin e Ohrit në Maqedoni, ku edhe këtu ka startuar sezoni turistik veror. Qindra turistë edhe nga Shqipëria, madje edhe nga Korça vinë në këtë qytet për të shijuar natyrën e mrekullueshme dhe resurset turistike të kësaj zone. Të thuash për këto vende që janë të bukura, të duket sikur nuk ke thënë asgjë. Janë të ralla ato qytete që e kaluara dhe natyra, duket lënë për trashëgim vlerat historike dhe natyrore që rrethojnë Ohrin, klasifikuar si pasuri botërore që mirëmbahet nën kujdesin e UNESCO-s. Ky qytet mjaft impresionant, me pastërtinë dhe gjelbërimin që e rrethon,
I ka rrotull të gjitha, edhe liçenin, edhe malin e lartë të pyllëzuar mbi kokë, ujin e bollshëm e të ftohtë, e sidomos kalan e lashtë, nga lartësia e së cilës vizitori nuk ka të ngopur, kur sheh atë harmonizim të përkryer të asaj që është bërë nga dora e njeriut me natyrën. Shtëpi të bukura e të bardha që nisin nga bregu i liçenit e ngjiten deri sipër në kala, e cila lidhet me pjesën tjetër të qytetit nëpërmjet rrugëve të kaldrënta. Ohri deri në vitin 2020 do të jetë një destinacion turistik i klasit botëror, me infrastrukturë dhe komunë me mjedis të rregulluar, me trashëgimi të ruajtur natyrore dhe kulturore, kurse turizmi do të jetë industria kryesore në fushën e ekonomisë. Kjo parashikohet në strategjinë për zhvillimin e turizmit në komunën e Ohrit.